Thyhet xhami kabinës së avionit të merr në ajër për kombëtaren afrikane të futbollit. Momente frike ka përjetuar kombëtarja e Nigerisë gjatë kthimit pas ndeshjes kundër Lesothos së vlefshme për kualifikuesit e botrorit 2026. Skuadra u udhëhequr nga ylli Victor Osimhen u përball me një situatë dramatike në fluturim pasi njëri prej xhamave të kabinës së pilotit u thye duke detyruar ekipin të kryente një ulje emergjente. Ngjarja ndodhi pak pas nisjes së avionit që transportonte lojtarët dhe stafin teknik drejt kryeqytetit nigerian. Sipas raportimeve të mediave italiane dhe afrikane, xhami përparmi i avionit u plasari gjatë fluturimit, çka krijoi tension mes udhëtarëve dhe pilotëve. Fatmirësisht, ekuipazhi reagoi me profesionalizëm dhe arriti të ulë avionin në mënyrë të sigurt. Pas ndeshjes së fituar 2-1 ndaj Lesothos, atmosfera në skuadër ishte tetë pozitive, por frika mori vendin e festës në pak sekonda. Pamjet tregojnë qartë dëmet në pjesën e përparme të avionit, ku xhami i plasaritur tregon se situata ka qenë mjaft serioze. Pavarësisht alarmit, asnjë lojtar apo antar i stafit nuk ka psuar lëndime dhe skuadra është rikthyer e sigurt në tokë. Pas kontrollit teknik, autoritetet nigeriane kanë nisur hetimet për të zbuluar nëse thyerja e xhamit është shkaktuar nga ndonjë defekt teknik apo faktor të jashtëm.